Një proverb i vjetër thot, nëse do të shkosh shpejt, shko vetëm. Por nëse do të shkosh larg, shko me të tjerët. Kosova, Partia Demokratike e Kosovës, ne gjithë sot këtu, jemi dëshmi të kësaj filozofie. Jemi këtu ku jemi sepse asë njëherë nuk kemi ecur vetëm. As në luft, as në çlirim, as në rrugën drejt pavarësisë, as gjatë gjithë rrugtimit tonë politik. Gjithmonë ka qenë bashkimi ynë që e ka shtyrë përpara këtë vend. Kur lufta mbaroi dhe plagët ende ishin fresta, uniteti ynë na mbajti në këmbë. Kur flamuri ynë u ngrit për herë të parë, bashkimi ynë për ta nderuar atë ishte ajo që atij i dha kuptim. Dhe çdo hap që e kemi bërë më pas, drejt demokracisë, zhvillimit dhe dinitetit, e kemi bërë vetëm kur kemi qëndruar krah për krah, jo si individ apo grupe, po si një parti me një qëllim të përbashkët. Dhe sot, më shumë se kur ndoshta besoj se ardhmja e Kosovës dhe ardhmja e partisë tonë do të ndërtohet nga ajo që ne bëjmë së bashku, e jo nga ajo që bën secili prej nesh veç e veç. Kjo është fryma për cilën dua të flas sot. Sepse këtë rrugë e kam kaluar edhe vetë, nga rinia demokratike e Kosovës e deri tek nderi jetësor i qenit kryetar i kësaj partie. Dhe nëse ka një gjë që e di me siguri është kjo: kur jemi të bashkuar, jemi të pandalshëm. Të nderuar delegat, kjo konvent nuk është vetëm një moment formal e solem. Kjo konvent e 11 me radhë është thirrje për të vazhduar rrugën e fuqizimit, për t'ia kujtuar njëri tjetrit se çka kemi arritur kur kemi qenë bashkuar gjatë gjithë historisë tonë politike, dhe për të vendosur se ku duam të shkojmë tani, sepse me 9 shkurt e pam gjithë, kur jemi bashkë rritemi e ngritemi për partinë dhe për vendin. Prandaj sot ky nuk është vetëm një fjalim solem. Ky është një kapitull i ri që do të shkruhet për të gjithëve me një zë dhe me një vizion. Të udhëheqim me dignitet, të shërbejmë me guxim, të ngrihemi sërish bashkë si një. Të nderuar bashkëpartia, kur mora drejtimin e partisë para 4 vitesh, e dija peshën që po mbaja, ashtu siç besoj e dinte edhe Enveri para meje. Para nesh qëndronin 2 figura historike të kombit tonë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Jo vetëm udhëhec të Partisë Demokratike të Kosovës, por lider të një populli, cilët udhëheqën Kosovën nga rezistenca në liri, nga lufta në shtetëformim. Sot për sot, ata janë larg nesh fizikisht në mbrojtjet luftës drejt popullit tonë për liri, por ata kanë qenë dhe janë me ne në çdo hap të rrugës. Prandaj thirrja ime e brendshme mbi të gjitha ishte kjo: të nderoj trashëgiminë e tyre politike, duke bërë hapa përpara si parti. Në këto 4 vjet besoj e kemi dëshmuar këtë, sepse të dashur kolegë ju e dini, kur je partia më e rëndësishme në historinë e një vendi siç është PDK, disa të tjerë të shndrojnë në objekt sulmi dhe kundërshtimi. Të luftojnë me apo pa drejt dhe natyrisht u gëzohen sfidave të tua. Unë jam i vetëdijshëm që shumë kundërshtar politik kam pritur që në këto 4-5 vitet e fundit Partia Demokratike e Kosovës të mos ju mbijetoj sfidave. Ata e kanë pritur rënien tonë, ata e kanë pritur ndarjen tonë, ata ndoshta e kanë pritur edhe dorëzimin tonë. Por të nderuar bashkëpartia, këto pritje tyre flasin më shumë për ta se sa për ne. Këto ide tregojnë se sa pak ata e njohin Partinë Demokratike të Kosovës dhe se kanë harruar trashëgiminë mbi të cilën është ndërtuar ajo. Kanë harruar se në përdejet e burrave dhe grave që kanë themeluar këtë parti dhe që shumë prej tyre i kemi edhe sot këtu, vlon gjaku i trimave dhe i trimreshave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ja ku jemi sot, duke nderuar kaluarën tonë të lavdishme, por edhe themeltarët që sot janë në Hagë, ne u bashkuam, besuam dhe kapërcyem secilën sfidë përpara. Fituam zgjedhjet lokale në vitin 2021. U rritëm e u fuqizuam
ndjeshëm në zgjedhjet nacionale të nënshkurtit. Dhe kjo nuk është një arritje personale, është merite përbashkë e anëtarëve, e kryetarëve, e kandidatëve, e secilit që dha kontribut. E në zgjedhjet që sapo lam pas mënyrë të veçantë e kandidatit tonë për kryeministër, zotit Bedri Hamza. Një lider i përkushtuar që me vizion dhe maturi ja rikujtoi popullit Kosovës se udhëheqja nuk është zhurmë me populizëm, për kompetencë dhe përgjegjësi. Por dashur miq, nuk mund ta mbyll këtë pjesë pa ndarë me ju dy qëndrime të qarta që lidhen me drejtsinë dhe me situatën politike aktuale në vend. Së pari, jemi në një moment të ndjeshëm të procesit që po zhvillohet në dhomat e specializuara në Hagë. Ndërsa po hyjmë në fazën përmbyllëse të këtij kapitulli, ne kërkojmë me zë të qartë që drejtësia të mos qëndrohet në mjet politik, po të qëndrojë pa ndikuar dhe e bazuar në standardet ndërkombëtare. Kërkojmë që të mos shkelet asnjë drejtë themelore njerëzore, sikur se ndodhi me mohimin e mbrojtjes në liri për çlirimtarët tanë, një shkelje që bie ndesh me vetë parimet mbi të cilat është ngritur e qëndron drejtësia ndërkombëtare. Ne nuk kërkojmë favor, por drejtësi dhe pa anshmëri. Dhe drejtësia është e tillë vetëm kur është njësoj për të gjithë. Dhe nëse drejtësia ende jeton në këtë gjykatë, unë duhet besoj që jeton, çlirimtarët tonë do duhet t'i kemi së shpejti në atë dhejtë, sepse këtu e kanë vendin, në mesin e njerëzve për cilët nuk kanë kursyer asgjë. Së dyti, të nderuar bashkëpartijak, këto 4 vite nuk ishin vetëm për zgjedhje, ishin vite për ta forcuar partinë dhe vetveten. Kaluam vite sfiduese, por nuk e cënuam identitetin tonë politik. Përkundrazi, e ngritëm, u antarësuam në familjet evropiane dhe botërore të partive liberal-demokrate. Organizuam konventën 50-50 për fuqizimin dhe për fshirjen e grave në vendimarrje, një zotim që po jetësohet. E fuqizuam Rininë Demokratike të Kosovës dhe sot Arbnora, kryetarja e Rinisë, është deputete e Kuvendit të Kosovës. Më shumë se gjysma e listës sonë ishin kandidat që garuan për herë të parë, të ri, gra, profesionist, patriot. Sepse nuk flasim ne vetëm për të ardhmen, ne duam të dukemi e ta projektojmë të ardhmen. Në Kuvendin e Kosovës kemi qenë zëri i maturisë dhe i përgjegjësisë. Kemi dialoguar kur ka pasur mundësi dhe kemi kundërshtuar kur ka qenë e nevojshme. Por asnjëherë nuk e kemi bërë kompromise me parimet tona. Kemi rrëzuar një numër të madh ligjesh në gjykatën kushtetuese të Kosovës, sepse cënonin interesin publik të punëtorëve, familjeve dhe të vetë Republikës Kosovës. Por suksesin më të madh arritëm në nënshkurt, kthimin e pluralizmit në Kosovë. E shpëtuam Republikën nga monizmi dhe nga sundimi një partijak. Sepse fatkeqësisht këto 4 vite nuk kanë qenë qeverisje, kanë qenë kapje e shtetit. Dhe kapja e shtetit prodhon vetëm këtë që po e përjetojmë sot. Stagnim dhe regres, izolim dhe denigrim, jetë matron për qytetarë. Të vetmet që jetuan mirë gjatë kësaj periudhe ishin eksponentët e pushtetit dhe familjarët e tyre, përfituan nga tendert, subvencionet dhe aferat e panumërta korruptive. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të thotë jo çdo ide për bashkëqeverisje me partinë që ka sjell Kosovën në këtë gjendje. Sepse kush e solli Kosovën në gjendjen më të rëndë që nga pas lufta duhet shkojnë në opozitë. Atje ku ndoshta qëndron edhe suksesin thojza i vetëm i tyre politik. Të nderuar delegat, tani përpara kemi sfidën tjetër, zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ta bëjmë qartë qysh në fillim. Ne do të karojmë jo vetëm për të rifituar komunat që i drejtojmë, po për të fituar edhe disa komunat të tjera me radhë. Dhe kjo është një pritje reale, sepse për gjatë 4 viteve të fundit ne kemi pasur mesin tonë një brez kryetarës që janë bërë shembull shtetëror i qeverisjes mirë, duke përfaqësuar modelin e qeverisjes efikase, që u shërben qytetarëve, që kryjnë punë dhe që i mban premtimet. Bedri Hamza, Agim Aliu,
Shaqir Totaj, Fadil Nurat, Ramez Ladrovci, Ferit Idrizi, Besim Ilazi, Mehmet Balaji, por edhe Izmir Zeqiri dhe Ilir Peci, janë shëndruar në kampion të qeverisjes mirë gjithë andej Kosovës, nga jugun veri dhe nga lindja në Perëndim. Ata janë kampion të zhvillimit, transparencës dhe të rezultateve, të konfirmuara e të shpërblyera për këtë gjë. Sot unë dua ta kërkoj besimin tuaj për ta vazhduar udhëheqjen e partisë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme partijake që do të shpallin vitin e ardhshëm. Por fillimisht më lejoni të ju tregoj pse dua ta bëj këtë. Sepse ky mandat mbaroi por puna jo. PDG është në rritje dhe rritja kërkon stabilitet. Po përgatitemi për fitore dhe fitoria kërkon unitet. Prandaj kërkojmë mbështetjen tuaj për të vazhduar si kryetari juaj edhe në sfidat që i kemi përpara. Jo për pozitën, po për misionin. Jo për veten, po për rrugën që duhet ta ndjekim së bashku. Sepse punët që na presin, fitoria në zgjedhjet lokale, udhëheqja e qeverisë së ardhshme, rimëkëmbja ekonomike, forcimi i shtetit, kthimi i Kosovës në partner serioz ndërkombëtar nuk mund të presim. Dhe ne duhet jemi ata që udhëheqim. Ne duhet fokusohemi tek zhvillimi, te siguria dhe rendi, te drejtësia dhe mirëqenia, te inovacioni dhe teknologjia dhe te orientimi ynë i pandryshueshëm euroatlantik, antarësimi në NATO dhe Bashkim Evropian. Ky është qëllimi ynë, ky është drejtimi ynë. Prandaj dua ta përfundoj këtë fjalë aty ku e fillova, te uniteti. Le të mbahet mend kjo konvent si momenti kur dyfishuam forcën tonë më të madhe, njëri tjetrit. Le të mos jenë titujt kryesor për emrat, po për drejtimin. Jo për atë se kush udhëheq, po për mënyrën se si udhëheqim dhe ku po shkojmë. Dhe unë dua që të shkojmë larg, për shumë gjatë dhe mbi të gjitha, bashkë. Politika nuk është garë individuale, është përkushtim kolektiv për diçka më të madhe se vetja. Prandaj, kauza jonë është Kosova, kauza jonë është zhvillimi, kauza jonë është e ardhmja dhe ne do ta ndërtojmë atë së bashku. Sepse kur Kosova dhe Partia Demokratike e Kosovës ecin bashkë, ka vetëm një drejtim. Përpara. Faleminderit. Zoti e bekov PDG-n, Zoti e bekov Republikën e Kosovës. Faleminderit.